pse u sëmur presidenti Vučić në Florida. Pasi qëndroi vetëm një ditë në New York, të mërkurën presidenti serb Aleksandar Vučić u nis për një vizitë në Florida, vizitë të cilën mediat serbe e bazonte deklarimin e vet presidentit Vučić se do takojë me zyrtarë të lartë të administratës amerikane, përfshi një takim në Mar-a-Lago me presidentin Trump. Mirë po ai zhvilloi vetëm një takim me Rudy Giuliani, ish kryebashkiaku në New York dhe disa zyrtarë të tjerë, ku mund të kenë qenë Richard Grenell, Jared Kushner dhe ish guvernatori Rob Blagojevich. Megjithëse në Florida ai tha gjatë fundjavës se do takojë privatisht me presidentin Donald Trump. Aleksandar Vučić e gjykoi gabim se ishte pengesë ndaj shefi i kabinetit të Trump, ja ndaloi hyrjen në kompleksin në Florida edhe pse kishte paguar, ka thënë ish diplomati Nebojša Vujović, lidhur me lajmin se presidenti serb është kthyer papritur në Serbi nga Shtetet e Bashkuara. Trump është më interesuar për një lojë individuale sham me Putinin dhe jo për Vučićin, që të sjell problemet e brendshme në Serbi duke bërë një foto me Trumpin. Ai donte të përdorte foton në Florida për të zbutur kërcënimin nga Evropa dhe për shkuar në Moskë. Ai utëroi mes Trumpit dhe Putinit duke hequr pozicionin ekskluziv dhe klasor të Trump në Evropë, tha Vujović. Papritur Vučić ka deklaruar se është ndjer keq dhe është kthyer i sëmur në Serbi. Marco Rubio nuk ka përjashtuar nga sanksionet administratës Trump ndaj Serbisë kompaninë. Takimi i paralizuar me Trumpin në Mar-a-Lago të Floridës gjithmonë sipas komenteve të rrjeteve sociale dyshohet se ishte sajuar prej ditës që përfundoi një zgjatje të dy drejtorit të kompanisë serbe të naftës Nish, që është një përjashtim të ri nga sanksionet e administratës Trump ndaj Serbisë.